Një projekt I financuar nga Bashkimi Evropian është vënë në zbatim nga Departamenti I Drejtësisë në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës, I realizuar në bashkëpunim me 9 partnerë europian dhe shqiptar. Shefja e Departamentit të Drejtësisë, Jonida Mehmetaj, në një intervistë për Blu Televizion thekson se ky projekt I referohet implementimit të inteligjencës artificiale në fushën e mësimdhënies. Sipas saj, ai synon të rikonceptojë përdorimin e inteligjencës artificiale jo vetëm në procesin mësimor, por dhe në kërkimin shkencor. Pikërisht për këtë qëllim, në Departamentin e Drejtësisë është miratuar me vendim të Senatit Akademik një udhëzim tip I cili synon të orientojë përdorimin korrekt të inteligjencës artificiale në këtë fushë. Universiteti I Vlorës, Departamenti I Drejtësisë, po zbaton aktualisht një projekt të financuar nga Bashkimi Evropian, një projekt ambicioz I financuar nga Komisioni Evropian, EduFair Capacity Building, I përbërë për një konsorciumi I cili ka 9 partner prestigjos nga universitetet shqiptare, si dhe ato europiane, nga Bullgaria edhe nga Italia. Ky projekt I referohet aplikimit të inteligjencës artificiale në fushën e mësimdhënies. Konkretisht, projekti titullohet Advancing Quality Higher Education in the Western Balkans through Facilitating AI Integration in Teaching, Learning and Research. Projekti synon që të rimodeloj, të ristrukturoj dhe të ridimensionoj implementimin e inteligjencës artificiale në mësimdhënie dhe në kërkim shkencor. Në dhjetor të këtij viti, në kuadër të këtij projekti, ne kemi miratuar me vendim Senati një udhëzues etik, I cili do të shërbejë për të orientuar studentët, administratën dhe profesorët për të orientuar drejt aplikimit korrekt dhe duke ndjekur parimet korrekte të inteligjencës artificiale në mënyrë që të mos degradojmë në aplikimin e gabuar të saj duke u kthyer në plagiarizëm edhe në informacione copy-paste në pjesën e kërkimit shkencor kryesisht. Projekti zhvilloi në muajin maj edhe prill të vitit të kaluar, ka zhvilluar 2 staditur. Paneli ishte I përbër, grupi punës ishte I përbër prej profesorës, staf akademik dhe studentë të cilët kanë zhvilluar nga një vizitë studimore, një javore, në Bullgari edhe në Universitetin e Sofias dhe në Universitetin e Salentos në Itali, të cilët zhvilluar një sër trajnimesh konkrete për mënyrën se si duhet të aplikohet inteligjencë artificiale në mënyrë më të efektshme të mundshme. Gjithashtu, aktualisht në datën 1 qershor ne kemi zhvilluar një trajnim me përfaqësues nga Universiteti I Salentos, ishin një sër profesorësh, kishim gjithashtu përfaqësues nga Universiteti I Rumanisë dhe kishim dhe profesorë të cilët vinin nga Universiteti I Polonisë, nga Kielce, të cilët realizuan një internship në Universitetin e Vlorës, në Departamentin e Drejtësisë, dhe ky trajnim synonte që të ridimensiononte edhe një herë të informonte studentët, stafin akademik dhe pedagogët e pranishëm për aplikimin e duhur të inteligjencës artificiale në mësimdhënie. Shefja e Departamentit të Drejtësisë Mehmetaj nënvizon gjithashtu rëndësinë e këtij projekti për procesin e mësimdhënies, duke bërë të ditur se kohëzgjatja e tij është 2 vjet. Po, projekti do të zgjasë 2 vjet, tashmë jemi në drejt përfundimit. Atëherë projekti synon që të ridimensionoj, pra synon që të ndërgjegjësoj komunitetin akademik, duke përfshirë stafin akademik, studentët mbi të gjitha, por po ashtu dhe profesorët që të jenë të kujdesshëm në aplikimin e inteligjencës artificiale. Pra, ne nuk duhet që të avancojmë duke e keq përdorur inteligjencën artificiale, por ajo të jetë në shërbim të studentëve, të jetë në shërbim të pedagogëve, në shërbim të leksioneve dhe kërkimit shkencor, dhe jo të shndërrohemi në thjesht përdorues të saj në formën e plagjaturës. Projekti për implementimin e inteligjencës artificiale konsiderohet ndër më të rëndësishmet në këtë fushë. Departamenti I Drejtësisë në Universitetin Ismail Qemali është ndër të parët që e ka bërë në zbatim një nismë të tillë në bashkëpunim me partnerë europian dhe shqiptar.